Klevis Kaso emërohet në krye të institucionit të ujësjellësit në Vlorë duke marrë kështu një nga pozicionet më të rëndësishme në administrimin e shërbimeve publike në qytet. Ai zvendçon në këtë detyrë Ermal Muratin, i cili ka mbajtur këtë pozicion për më shumë se një vit. Emërimi i tij vjen në një moment kur sektori i furnizimit me ujë dhe menaxhimit të infrastrukturës hidrike mbetet një ndër sfidat kryesore për qytetin e Vlorës, sidomos gjatë sezonit turistik, kur kërkesa për ujë rritet. Natyrisht vjen edhe në një moment kur në Vlorë është duke implementuar projekti i ri i ujësjellësit. Klevis Kaso vjen në këtë detyrë pas një eksperiencë të gjatë në administratën publike dhe jetën politike. Ai ka mbajtur më parë disa pozicione të rëndësishme duke përfshirë drejtimin e klubit shumë sportësh flamurtari, detyrën e nënkryetarit të Bashkisë së Vlorës, ndërsa së fundmi dhe postin e bashkëkryetarit të Partisë Socialiste në Vlorë. Ky ndryshim në drejtim të SHA Ujësjellësit Vlorë pritet të sjellë një qasje të re në menaxhimin e institucionit me fokus në përmirësimin e shërbimeve dhe adresimin e problematikave ekzistuese në sektorin e ujësjellësit.